Alo, 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 alo. Mirdita vëllezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Ky është një autobus portokalli. Dhe shoferi dhe tip Patorino janë shqiptar, flasin shqip. Ky bën linjën nga Myniu në Memingen dhe nga Memingeni aeroportit në Myniu. Prandaj, ju lutem shumë, të gjithë ata që vinë për punësim në Myni, mundohu të presh online biletën e autobusit. Në të kundërtën, në qoftë se ti nuk e prer biletën, në fillim në autobus futen të gjithë ata që e kanë prerë biletën dhe në fund futeni ju. Kujdes, flisni shqip, kujdes, me kulturë, kujdes, pasërti. Edhe ju që vini për punësim në Gjermani, ju lutem shumë. Merrni 2 lek me vete i fusti te xhepi, për arsye do paguar shpinë, do hash një kothere buk, do pish një gurmaz birë, do pish cigare. Nuk vjen nga Shqipëria në Gjermani direkte, sot fillon punë dhe nesër të marrësh rrogën. Vihet me vizë nga Shqipëria, zbret në Myni, të merr daju apetore, të çon te banesa, kujdes. Do paguash krevatin, sa ty ysh brenda do paguash krevatin. Prandaj merr 2 lek me vete, janë disa persona rrykën dhe pykën kokër leku me vete. Të lutem, nga dita që ti vjen, plus minus, do një javë që të fillosh punë, do të bëhet amel dungu, do të bëhet kartë e bankës, do të bëhet kartë e shëndetit dhe fillon punë. Fillon punë në datën 1 dhe në datën 1 të muaj tjetër do marrësh rrogën. Prandaj, kujdes, Gjermania nuk është e dajos. Nuk jemi në Greqi. Te duani, te pjeshka, te qershia, respekte për shqiptarët që punojnë në Greqi, që punojnë sot dhe ndarke marrin me rokama. Ktu është stil ndryshe. Ktu lekët i merr në bank. Atë keq që ndaj, unë ju përshëndes, ju kam shumë xhan. Vit të mbar. Kujdes, mos hajde pa lek në Gjermani, nipçe. Disa të tjerë thonë, o dajo po unë po të kisha lek, riang te klubin vaket. Jo, lek me vete se do paguash qeran e shtëpisë.